Pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër për këtë mbrëmje, jemi live, trajtuam në pjesën e parë masakrën e ndodhur ditën e sotme në 3 vendngjarje të ndryshme në Tiranë për fat të keq me një bilanc tragjik me 3 gra të vrara dhe 3 tjera të plagosura dhe me një emërues të përbashkët, autorin e dyshuar Dan Hutra, një personazh me rekorde që arriti t'i shpëtoi drejtësisë të kryej këtë masakër. Në këtë pjesë të dytë do flasim për ekzekutimin e Bardhok Planaj, i njohur me novkën Kumbari. Përse vrasja e Bardhok Planajt prishi dhe ndryshoi balancat e botës së krimit, jo vetëm në Shkodër, por edhe gjet. Çfarë ndodhi në momentin që ai u ekzekutua? Përse dëshmitarët heshtën dhe familja e tij nuk rrëfeu asgjë? Çfarë e lidh Bardhok Planaj me Niklën dhe përse policia e shtetit dhe prokuroria e Shkodrës përgjoj bosët e Niklës dhe prej andej dyshohet se vjen edhe autori dyshuar apo autorët e dyshuar të këtij atentati mafios. Ndjekim këtë pjesë të parë të materialit dhe kthehemi për bisedë në studio. Që tregoj edhe për forcën, por edhe për rëndësinë që ky personazh kishte për ata që ishin porositësit dhe ekzekutorët e vrasjes së tij, të cilët, pasi u siguruan për praninë e tij në makinë, nuk hezituan të qëllonin me gjithë vrazhdësinë e tyre mbi automjetin me të cilin ai udhëtonte. Më datë 4 prill 2021 rreth orës 21:07 në lagjen Dobrat, Shkodër, është vrarë me armë zjarri shtetasi Bardhok Planaj. Në momentin e ekzekutimit, viktima ka qenë duke lëvizur me një makinë me targ AA 531 ZY, ngjyrë zezë tipit Range Rover, në lagjen Dobrat me drejtim rrugën nacionale për në Koplik. Sipas dosjeve hetimore të siguruara nga emisioni në Shënjestër, Prita nuk ishte e beft, por e mirë menduar dhe Shënjestra ishte ndjekur hap pas hapi në lëvizjet e tij, qoftë ditën kur u qellua, por edhe më herët. Pavarësisht hijes së rëndë që ai mbante në rangjet e larta të krimit, gjë që vjet re edhe nga dinamika se si makina nga e cila u qellua e ndoqi nga pas mjetin e tij. Menjëherë sa automjeti i Planaj ka përshkruar rrugën pas tij është afruar nga mbrapa një automjeti Volkswagen Passat, ngjyrë errët, me targa të huaja në të cilën ndodheshin 2 persona, të cilët kanë qelluar nga brenda makinës së tyre me armë zjarri automatik, duke lënë të vrarë shtetasin Bardhok Planaj. Nga këshyra e kufomës rezulton se viktima ka marrë disa plagë në kokë, gjoks, krah, bark dhe më së shumti tek pjesët e këmbëve. Besuar dinamikës së grupit hetues, menjëherë pasi kryen ekzekutimin, autorët morën rrugën e kthimit në lagjen Dobrat i Ri, aty ku thuhet se i vendosën plakën automjetit të përdorur në vrasje. Pasi e braktisën makinën në një rrugicë pa dalje, fakt që tregon se ata ishin të mbrojtur mirë në lëvizjen e tyre. Pasi askush nuk do guxonte të futej në një rrugë pa dalje pas kryerjes së një krimi. Dhe për më shumë, asnjë vrasje të një rëndësie të tillë. Nga këshyrja e vendit të ngjarjes u konstatua se mjeti me targ AA 531 ZY, ngjyrë errët, i tipit Range Rover, ndodhej ndaluar në oborrin e një subjekti me materiale ndërtimi i goditur nga plumbat, ku brenda tij u gjen pa jetë trupi i Bardhok Planaj. Gjatë evidentimit të mëtejshëm të vendit të ngjarjes u konstatua se skena e krimit fillon në një distancë prej 100 metrash, pa shkuar te mjeti i viktimës, ku në rrugë
Pranë trotuarit u konstatua në mënyrë të shregull gëzhoja automatike model 56. Nga kjo këshyrje u fiksuan 77 gëzhoja, si dhe 2 gëzhoja u gjendën tek mjeti i djegur. Bazuar në dosjen hetimore, ashtu si në rastet e ngjashme, edhe në ekzekutimin e Bardhok Planaj, autorët përdorën një makinë të vjedhur, që edhe kjo rezultonte se ishte raportuar e tillë një vit para se krimi të konsumohej. Nga këshyrja e mjetit të djegur tip Volkswagen Passat me targa FV140MT u gjetën 2 arma automatike. Nga verifikimet e kryera rezulton se mjeti është vjedhur në Tiranë dhe më herët ka mbajtur targën AA 422 XY në pronësi të Mogol Benja, i marrë me kredi nga shtetësi EH. Ky i fundit më datë 29 shkurt 2020 ka bërë kallëzim penal në Tiranë duke deklaruar se persona të pa identifikuar i kanë mbjedhur makinën te liçeni i thatë. Por kush ishte interesuar të vriste 47 vjeçarin Bardhok Planaj? Ai ishte rastësi fakti që autorët e krimit ndaj tij e lanë pikërisht makinën në lagjen Dobraç, në atë lagje që kontrollohet nga Fisi Bajri, dhe për më tepër në një rrugë pa dalje. A ishte ky një mesazh që vinte nga kjo lagje e njohur si streja e shumë të fuqishmëve të Shkodrës, duke vlerësuar faktin se Bardhok Planaj konsiderohej si një i paprekshëm në botën e krimit. A u tradhtua ai në lëvizjet e tij të fundit, dhe a u mbajtë në monitorim të vazhdueshëm. Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, autorët duket se kanë menduar gjithçka në përpikmëri dhe nuk kanë dashur të shkaktojnë një kasapan. Ata pritën momentin kur Planaj të ishte vetëm në makinë. Kjo për të mos shkaktuar gjakderdhje të tepërt, që do të ishte një problem më shumë për ta. Natën e ngjarjes, Bardhok Planaj, sipas dosjes, rezulton se ndodhej në spitalin e Shkodrës së bashku me bashkëshorten e tij, aty ku kishte të shtruar nënën e tij. Pasi ka qëndruar për një farkohë në spital, ai mësohet se ka lënë këto ambiente dhe ka marrë rrugën për në banesën e tij. Sapo ka lënë bashkëshorten, Planaj ka dalë sërish nga banesa, duke u drejtuar këtë herë për në malsinë e madhe tek një miku i tij, ku do të linte disa ilaçe. Ky duket se ka qenë edhe momenti kur atentatorët e tij kanë gjetur pikërisht kohën e duhur për ta neutralizuar pa kthim. Është kjo dinamik që ka çuar grupin hetues në dyshimin e arsyeshëm se Planaj atë mbrëmje ka qenë përgjatë gjithë kohës i vëzhguar nga atentatorët e tij, të cilët zgjodhen ta digjnin në automjetin e tyre, fare pranë vendit ku kryen ekzekutimin, vetëm 250 metra nga vendi i krimit. Gjatë këshyrjes së automjetit të Planaj u gjetën 2 aparate telefoni. Nisur nga hetimet e para, dyshojmë se kemi të bëjmë me një ngjarje me paramendim, të mirë organizuar, me mbi 2 persona autorë të cilët kanë bashkëpunuar me persona të tjerë të cilët kanë ruajtur viktimën në lëvizjet e tij. Viktima dyshohet se ka qenë së bashku me bashkëshorten e tij në spitalin e Shkodrës tek nëna e sëmur dhe pasi ka dalë nga aty ka shkuar për në banesën e tij në lagjen Dobraç. Pasi ka lënë gruan tek oborri i pallatit, ai është nisur të shkojë në malsi të madhe tek një i afërm për të çuar ilaçe. Por sapo ka dalë nga oborri i pallatit në një distancë rreth 50 metra, ai është shëlluar nga autorët. Grupi hetues mori në pyetje edhe dëshmitar në vendngjarje, të cilët mund të jepnin detaje të rëndësishme me atë çfarë mund të kishin parë. Një tentativë e cila rezultoi e dështuar, pasi askush nuk ofroi informacione të dobishme për zbardhjen e ngjarjes. As edhe roja i një kantieri rruge, fare pranë vendit të krimit, që atë mbrëmje po kryente turnin e tij të punës. Lidhur me ngjarjen është pyetur edhe një shtetas me detyrë roje tek disa makineri në bypassin që lidh 5 heronjt me Unazën e Re, i cili ka qenë roje në datë 4 prill 2021 në mbrëmje deri në mëngjes të datës 5 prill 2021. Ai tregon se në këtë rrugë nuk ka kaluar asnjë makinë, po kështu as persona që lëviznin në këmbë, si dhe nuk ka dëgjuar të shtëna me armë. Pasi nuk mundi të siguronte asnjë informacion të vlefshëm nga ata që quhen dëshmitar okular apo rrethanor të ngjarjes, në këto kushte, grupi hetues u ndalte komunikimet që Bardhok Planaj kishte në orët e tij të fundit të jetës, te 2 aparatet e tij telefonik, të gjetur në makinën e tij, njëri prej të cilëve rezultoi dëmtuar, ndërsa tjetri në gjendje pune. Aparatet të cilët u dërguan për ekspertim në laboratorin kriminalistik në Tiranë. Ndërkohë që nisur nga vendi i ngjarjes, grupi hetues pa edhe mundësi nëse viktima ishte ndjekur apo jo nga mjeti i autorëve, apo në ndihmë të ekzekutorëve ishte një tjetër mjet, por kamerat nuk ju dhanë shumë ndihmë. Ndërkohë, dëshmitë e njerëzve të krimit, po ashtu nuk i thanë asgjë prokurorisë në lidhje me ngjarjen. Dhe familja nuk ngriti gishtin e akuzës ndaj askujt, duke u shprehur se Bardhoku nuk kishte probleme me askënd. Ndaj shpresa e vetme hetuesve, mbeten përgjimet e njerëzve të botës së krimit,
Të gjitha rrugët e quan prokurorin të dyshoj se vrasësit kishin ardhur nga Nikla, ndërsa porositësit ndodheshin brenda në Shkodër. Ky është materiali i rindërtimi i ekzekutimit mafios të kumbarit të Shkodrës. E mori nofkën kumbari Bardok Planaj sepse ndërmjetësonte dhe negocionte mes grupeve kriminale. Ferati, a kemi ndonjë informacion se në çfarë faze janë hetimet dhe ka mundur prokuroria të krijojë një identikit të autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje? A ka prova që mund të afrohet atyre dhe të skedojnë në një farë mënyre dhe konfliktet që kishte Bardok Planaj? Në bas të dinamikës së hetimit, por dhe nga ajo çfarë kemi parë, duket që ka një ngesje të hetimeve. Grupi hetimor ka kryer veprime të shumta procedurale, duke vënë përgjim personazhe të njohur të akuzuar dhe më herët për përfshirjen në ngjarje kriminale. Ka dyshime edhe se kjo ngjarje dhe janë dyshime të arsyeshme është kryer me porosi, pra kemi të bëjmë me vrasës me pagesë që janë kontraktuar nga një grup i dyshuar kriminal. Janë kryer përgjime të personazheve të njohur të botës së krimit, por me sa duket grupi hetimor nuk ka atë provën konkrete, edhe pse ka dyshime të arsyeshme edhe mbi grupe kriminale që mund të jenë pas vrasjes mafioze të Bardok Planajt, por me sa duket nuk ka prova dhe unë nuk e di se me këtë dosje çfarë do të bëhet deri në këto momente ku të gjitha aspektet procedurale të saj janë ezauruar nga hetuesia. Nga ana tjetër, sa i takon Bardok Planajt, kemi të bëjmë me një personazh i cili krahas lidhjeve me grupet kriminale që operojnë në qytetin e Shkodrës, ku në bazë të skanerit të fundit që u bën në vitin 2017 mos gaboj, u identifikuan 3 grupe kriminale aktive në qytetin e Shkodrës. Bardok Planaj ka qenë një ndërmjetës i tyre, një personazh me lidhje edhe politike dhe lëvizjet her pas hershme mes partive të ndryshme apo për të mbështetur subjekte të ndryshme në qytetin e Shkodrës, ku nuk mungojnë edhe evidencat, i arrestuar për pastrim parash, ndërtim pa leje, duke patur edhe një lloj mbështetje nga strukturat ligjbatuese, sepse të bësh një pallat 10 katësh në mes të qytetit të Shkodrës nuk mund ta bëjë çdo kush. Këtë arriti ta bënte Bardok Planaj, megjithëse u godit në atë kohë nga policia dhe prokuroria e qytetit, pra është një personazh me shumë mistere dhe unë besoj që vrasja e tij do të mbetet enigme dhe nuk do të zbardhet nga policia. Për faktin se ishte një personazh që negocionte dhe gaboi diku në negocimin apo në ndërmjetësimin mes grupeve, apo sepse grupi që ka urdhëruar ishte shumë i fuqishëm dhe ka zhdukur provat, pra cila prej këtyre të dyjave peshon më shumë në favor të asaj çfarë ju thatë? Kam përshtypjen me Klodi që grupi i cili ka urdhëruar vrasjen e Bardok Planajt mund të ketë patur dyshime për një lojë të dyfish të këtij personazhi të fundit. Patjetër që janë grupe të fuqishme të cilat nuk e kanë problem, kanë potencialin ekonomik, por dhe lidhjet e tyre për të gjetur ekzekutor, të cilët kemi parë dhe pamit filmike se si është kryer vrasja deri diku profesionale, po themi, dhe e mirë menduar e organizuar e Bardok Planajt, por po thoja që grupi hetimor nuk ka një provë konkrete, megjithëse dyshimet e arsyeshme rëndojnë mbi një grup të caktuar kriminal. Zoti Prenqi, çfarë po ndodh me botën e krimit në Shkodër? Unë ndala sonte në këtë emision edhe pse në fakt ngjarjet e ditës sotme e ndryshuan paksa rrjedhën. Unë ndala tek Bardok Planaj për faktin se ishte atentati i disa viteve të fundit më i mirë menduar, një atentat që kishte në shënjestër një personazh i cili konsideroi pa prekshëm, nuk ruhej, njëri me biznes, njëri me lidhje të forta të politikës, mbështetës i tyre. Çfarë po ndodh tani me krimin në Shkodër? Shkodra gjithmonë nuk ka patur konflikte për zona influence nga grupet kriminale. Por Bardok Planaj ishte edhe njeri me lidhje politike, kishte edhe aktivitet politik vetë personalisht, ishte biznesmen i fuqishëm, ishte edhe interlokutor, ndërmjetës midis grupeve kriminale, si që tha zoti Ferati, shpesh herë ndodh që, por nuk ishte ndonjë person me një inteligjencë të rrallë, në kuptimin që të llogoriste me detaje, edhe pa dashja ai ka shkelur në kallo, duke dash të bëj interlokutorin, ai ka rrëshqitur në lojrat e dyfishta sipas meje, dhe ajo çka është për të evidentuar që ndodh në Shkodër me llojin e kriminalitetit që grupet kriminale në Shkodër kur vinë momentet të kësaj natyre nuk hapin zjarr vetë. E gjejnë ekzekutorin larg,
Dyshohet Nikla, zoti Prenqi, po ndërkohë Bardhok Planaj kishte lidhje, Nikël kishte bashkëpunuar me personazhe brenda Niklës. Pse mendoni ju që policia insiston që toga e pushkatimit erdhi nga Nikla dhe përse përgjoj bosët e krimit do ta kemi në pjesën e dytë Marklen Hakën me Div Zikun, po ashtu një personazh i njohur në Shkodër, Dordulin e tjerë me radhë. Pra pse mendoni që policia dhe prokuroria insistojnë pikërisht për Niklën? Kur grupet kriminale kanë një mision më të gjatë, nuk përballen drejt për drejt me konkurrentët e tyre, apo me ata me të cilën janë prekur interesat apo zonat e influencës, normalisht e gjejnë killerin dikun larg për të mos u zbuluar, por edhe për të mos me dalë, sepse disa grupe kriminale në Shkodër ende nuk i kanë kryer detyrat. Që do thotë? Që do thotë që kanë edhe shumë punë për të bërë dhe nuk ishte momenti për të dalur hapur, për të hakmarrë ndaj Bardhok Planës. Normalisht, në këtë rast, kanë përdorur vrasjet me pagesë. Dhe nëse do të jenë nga Nikle, apo do të jenë nga një zonë tjetër, kjo do t'i ngelet hetimit. Unë di që organet e policisë kanë një nuhatje shumë të mirë në lidhje me këtë ngjarje. Dhe ne kemi sjellë disa detaje të reja në fakt që nuk janë zbuluar asnjëherë. Problemi qëndron tek të provuarit e kësaj ngjarje shumë të rëndë, por vrasja e Bardhok Planës nuk e ka vënë Shkodrën në qetësi, përkundrazi, zihen nga brenda dhe si gjithmonë, siç tham ca kohë për Elbasanin dhe pastaj ditët e fundit patëm u riaktivizuan që u kap një grup që po kishin në mision një atentat ndaj kundërshtarëve të tyre apo vrasës në pagesë. Kështu do të ketë dhe në Shkodër. Normalisht po e keni parë siç patëm në Trekanshin, Tiranë, Durrës, Laç, vitin që kaloi që gjatë gjithë verës u ndes në flak, u ndes në krime. Pra për dobësimin e grupit Ervis Martinit dhe për forcimin e grupeve tjera. Normalisht në këtë rast do të marrin iniciativa edhe Shkodra, unë ka mendimin se nuk do të jetë në qetë, pasi policia ka informacionet të sakta që disa grupe kriminale pastrojnë parat në rajonin e Shkodrës, në rajonin e Velipojës dhe të Shëngjinit. Dhe në këtë kuadër preken shumë interesa dhe interesat ekonomike më së shumti tashmë janë në duart e grupeve kriminale, të cilët kanë një farë mbështetje politike. Dhe po ta shikoni, edhe lëvizjet e drejtorëve të policisë dhe të strukturave drejtuese të policisë, sikur dirigjohen. Këtë periudhë, ndoshta nuk vlen për mua, po e them, duhet që të ketë shumë kujdes strukturat dhe qeveria sidomos, sepse duke synuar që të vënë në dispozicion të ndryshimit të pushtetit vendor në Shkodër, duke angazhuar dhe grupe kriminale, Shkodra mund të trazohet shumë keq për të mos u ulur më. Rata, keni të njëjtin qëndrim si zoti Prenqi kur thotë që Shkodra po zihen edhe nga momenti në moment krimet mund dalin në sipërfaqe, jemi në prag zgjedhjesh, edhe vërtet mendoni kështu që Shkodra është për momentin qetësi, po mund të prodhojë ngjarje të rënda, siç ishte rasti Planajt vetëm pak përpara zgjedhjeve parlamentare të Po patjetër, këto periudha njihen për aktivizimin e grupeve kriminale që synohen të shfrytëzohen nga politika, sa i takon influencës në Shkodër ka një tipologji ndryshe nga qarqet e tjera ku grupet kriminale i kanë të ndara pak a shumë dhe askush nuk guxon që të ndërhyjë në territorin e grupit rival, patjetër që mos harrojmë edhe riskun që mund të ketë që të afërm, miq apo personat ngushtë me Bardhok Planaj, në rast se mund vijë ndjeni se kush ka kryer atentatin, mund kemi edhe një kundërpërgjigje të tyre. Dhe kjo nuk duhet marrë me rezerva, megjithëse ka një perceptim që Shkodra ka një qetësi të frikshme në raport me aktivitetin kriminal që ka, dhe unë këtu e kuptoj shumë mirë zotin Premçi, patjetër që është një ndër qarqet më problematike, megjithëse u lançua se u identifikuan 3 grupe kriminale në dijenin tim, asnjë nga këtyre grupeve nuk ka marrë një goditje përfundimtare, po themi, për ndërprerjen e aktivitetit dhe influencës së tyre në qytet, kështu që duhet patur një kujdes më i shtuar dhe nga policia dhe patjetër që mund të kemi një prodhim të ngjarjeve kriminale në raport edhe me ngjarjen e pasbardhur të Bardhok Planajt, qoftë në aspektin procedural të zbardhjes së saj, por dhe pasojave që mund vinë
si rrjedhoi e kësaj ngjarje. Do të falenderoj. Falë, do të shtë vetëm një zoti fali. Prençi. E kam sinqerisht e kam përkeqardhje. Unë kam punuar 9 vite në qytetin e Shkodrës si oficer policie dhe Shkodra, sidomos Shkodra, kërkon që politika të qëndrojë larg policisë dhe larg botës së krimit. Në momentin që personazhe me ndikim politik futin hundët në mbështetje të grupeve kriminale, situata përkeqësohet, madje destabilizohet dhe del jashtë kontrollit. Nuk dëshiroj që Shkodra të shkojë në një pranverë si ajo e 91-shit. Urojmë që jo. Absolutisht, asnjë 97-s, por mënyra se si po trajtohet në këto momente, se si po karikohet politikisht, të paktën flas në këndvështrimin tim. Dhe prandaj zoti Prençi zgjodha pikërisht Bardok Pllanain për faktin se ishte një personazh me shumë dritije këtë ngjarje për ta risjellë në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit dhe nuk ishte rastësore, por ishte e mirë menduar nga ana ime për të folur për Shkodrën. Po sinove të morrish me çdo kusht. Kushdo qoftë forca politike, sado e fuqishme të jetë, po sinove të morrish me çdo kusht. Po sinove të prekësh në bastionin dhe në konceptet dhe në ndjenjat politike, normalisht atje pastaj nuk ka ma vend bota e krimit. Ka rebelim popullor. Shkodra është e ndjeshme. Mos ta bëjmë politike. Jo, nuk e po e them për politikë. E kam përjetuar Shkodrë. Shiko, unë kam shkuar për riorganizimin e policisë në Shkodrë edhe në 97 dhe në 98, se Shkodra është djeg 2 herë. Nëse nuk e mbani mend ju, nuk e di për shkak të moshës, Shkodra, gjithë Shqipëria është djegur në 97-ën, Drejtoria e Policisë Shkodra është djegur dhe në 98-ën dhe ka qenë drejtori i policisë Mitat Avari dhe kemi shkuar nga Tirana dhe unë nuk e them në këndvështrimin politik, e them në këndvështrimin që Shkodra nuk meriton politizimin ekstrem ose bipolarizimin e politikës me çdo kusht. Duhet ta lëmë në rrjedhën e vet Shkodrën në atë botkuptimin dhe atë politikën që ndjen Shkodra. Jo ta diktojmë. Po u diktu me forcë, mbajeni mend, do ketë shumë ngjarje të rënda. Faleminderit Shemsi Prençi, faleminderit Enferati, di që do të kesh një mbrëmje gjatë sepse do të vjosh të trajtosh ngjarjen e masakrës Trondice, duhet thënë, ditën e sotme. Unë do t'ju lënë shoqërinë e pjesës së dytë të dokumentarit për ekzekutimin mafios të Bardok Pllanait, si ndërmjetësoi ai me familjen Arbendokës për vrasjen e vllait me bosët e Niklës, për sektat fundit u përgjuan dhe u dyshuan si autor të ngjarjes dhe çfarë rezultoi nga përgjimet dhe se si mundi Bardok Pllana, i cili njihej edhe me nofkën shefi, t'i shpëtonte drejtësisë shqiptare për atë operacion që u njoh me emrin Laguna e Vilunit. Pasi të ndjekim këtë dokumentar, unë përshëndete me ju dhe ju lë takim të mërkurën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natë e mirë dhe mirupafshim.
Planaj fsheh pas vetes një tis misteri që po vonon zbardhjen e së vërtetës, duket se e shkuara e tij si kumbar i rëndësishëm i drogës nuk lë dyshime mbi arsyet që çuan në vendimin për eliminimin e tij fizik. Atë mbrëmje të 4 prillit 2021, ku një nga episodet që shënjuan kulmin e tij si kumbari është ai trafikimit të një sasie prej 780 kg lëndë narkotike në fundin e muajit shtator të vitit 2014. Episod që nga drejtësia njihet si operacioni i koduar Laguna e Vilunit. Lagunë e Veri të Shqipërisë, vetëm 2 kilometra në lindje të plazhit të Velipojës, nga ku Planaj, thuhej se ishte ndërlidhësi i kuintalëve me drogë që po bëheshin gati të niseshin drejt Italisë. Por që plani i tij për të kryer këtë transport duket se dështoi pikërisht në momentin kur grupi mendoi se gjithçka ishte finalizuar me sukses. Kjo, pasi ata që njiheshin si miqtë e tij blonjat në këtë operacion, të cilët kishin një pjesë të sasisë së drogës, del se ishin prej kohësh në gjurmimin e policisë. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni në Shënjestër, përgjimet mbi këtë trafik të mundshëm të lëndëve narkotike nga ky plazh i njohur në Shqipëri filluan në shtator të vitit 2014. Pas informacioneve që prokuroria e krimeve të rënda kishte marrë nga policia, lidhur mbi disa persona të cilët ushtronin veprimtarinë e paligjshme të trafikimit të lëndëve narkotike. Arsye për të cilën gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda lejoi përgjimin e këtyre personave si dhe autorizoi vëzhgimin e tyre në terren. Sipas dosjes hetimore, përgatitjet e fundit të grupit të Planaj për të kryer trafikimin e drogës nëpërmjet lagunës së Vilunit, thuhet të kenë nisur më datë 5 shtator 2014. Ku financuesi kësaj ngarkese del se ishte Mikel Hoxha, që ndryshe mbante emrin Ermal Mehmetaj. Por që në rrethin e kultivuesve të drogës njihej shkurtimisht si Malo. Hoxha, që ishte banues në qytetin e Vlorës, i cili ortak në këtë sipërmarrje kishte edhe Erdis Sulon, i cili u përfshi në këtë aferë pas vdekjes së kushuririt të tij Altin Sulo. Por që një tjetër i përfshi rezultoi të ishte edhe Leonida Dimojani, edhe ky banues në qytetin e Vlorës, të cilin shokët e thërrisnin Berti, dhe që në këtë operacion do të ishte timonieri i gomones që do të çonte drogën drejt Italisë. Personazhet të cilët thuhet se e kishin forcuar edhe më shumë shoqërinë me njëri tjetrin pas përfshirjes në aktivitetin kriminal të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Aktiviteti në qytetin e Vlorës mori edhe më shumë lulëzim pas vitit 2013 dhe goditjes i u dha Lezaratit, si një lokacion që deri në këtë moment ishte ushqyer narkotrafikun. Por për të kthyer edhe një herë te episodi i dështuar i trafikimit të lëndës narkotike nëpërmjet lagunës së Vilunit, Mikel Hoxha dhe shokët e tij, që sapo kishin dalë nga një sezon i mbar i kultivimit dhe korrjes së kanabisit, thuhet se kishin nevojë ta shisnin këtë sasi. Për këtë arsye, sipas prokurorisë, ata mendohet se kontaktuan fillimisht matandetit me shtetas italian, që ishin të interesuar të blinin mallin e tyre. Mikel Hoxha ose Ermal Mehmeta, i thirrur nga shokët dhe bashkëpunëtorët e tij si Malo, ka krijuar lidhje me shtetas italian, siç është e provuar lidhja e tij me shtetasin Vincenzo Catania, i thirrur Renzo dhe Concetto Di Mauro, të cilët ishin të interesuar për blerjen e lëndës narkotike nga bregdeti shqiptar. Por, për ta transportuar këtë sasi lëndë narkotike, Mikel Hoxha dhe ortakët e tij, me sa duket, kishin nevojë edhe për ata që në Shqipëri njihen si të fortët lokal. Kalimi i lëndës narkotike nëpër territorin e të cilëve pa dijenin e këtyre të fundit mund të hapte shumë të lashe. Por po kështu, Mikel Hoxhës dhe miqve të tij u duhej edhe një mol në veri të vendit, nga ku të nisnin këtë sasi lëndë narkotike. Për këtë arsye, fillimisht ata thirrën në ndihmë Indrit Rajën, i cili banonte në zonën e Krujës. Është ky momenti ku në sken del edhe emri Bardhok Planaj, që në këtë histori del të ketë rolin e kumbarit. Person që me sa duket ka dalë garant që droga do kaloj pa u shqetësuar nga Velipoja drejt Italisë. Gjatë këtij aktiviteti kriminal, Mikel Hoxha dhe Ervis Sulo shfaqen si financues të blerjeve të sasisë së lëndëve narkotike të ndodhura në territorin shqiptar, Vlorë dhe Velipoj, me qëllim eksportimin e tyre drejt Italisë, ku ishin porositësit e saj. Këtë aktivitet Mikel Hoxha e ka intensifikuar duke marrë rol kryesor pas vdekjes së shtetasit Altin Sulo ose Rusi, siç thirrej nga shoqëria e tij, duke përfshirë kohë pas kohe edhe shtetasin Ervis Sulo, i njohur si Qypi, që rezulton të jetë kushëri i Altinit. Po kështu, Mikel Hoxha dhe Ervis Sulo kanë përfshirë në këtë aktivitet dhe të pandehurit Indrit Raja me banim në Krujë, që më herët ka qenë lidhje shoqërore e Altin Rusit dhe e tyre. Por sipas dosjes hetimore, ai që ka përfshirë Bardhok Planaj në këtë operacion është Indrit Raja,
i cili del se kishte njojje të mëhershme me të, ndërkohë që Planaj, me sa kuptohet, kishte edhe vetë interes në këtë operacion, pasi ai është suportuesi i kanabisit në zonën e veriut të Shqipërisë. Dhe me një rrugë, me sa duket, ishte ofruar si njeri i besuar për të çuar në një ngarkesë të vet në drejt Italisë. Edhe sasinë e drogës që vinte nga Vlora, që kishte si pronar Mikel Hoxhën dhe shokët e tij. Indrit Raja ka përfshirë në këtë aktivitet dhe ka bërë lidhjen mes kërkesës së të pandehurve Hoxha dhe Sulo dhe shoqërisë së tij, shtetasin Bardhok Planaj. Ky i fundit jo vetëm që ka njohur personalisht të pandehurit Hoxha dhe Sulo, por ka marrë pjesë edhe në ceremoninë martore të ndjerit Altin Sulo, i njohur si Rusi. Por duke u kthyer te roli Bardhok Planaj te operacioni Lagunës së Vilunit, grupi hetues evidentoi se ky i fundit përfshiu në këtë operacion edhe djalin e tezës së tij, të quajtur Mirjan Vitaj, i cili e tëriste Planajn si Tezaku. Bardhok Planaj ka përfshirë në aktivitetin kriminal të mbrëmjes së datës 29 shtator 2014 djalin e tezës së tij të quajtur Mirjan Vitaj, të cilit i pandehuri Indrit Raja në komunikime telefonike i referohet si Tezak. Sipas grupit hetues dhe përgjimeve të kryera, me porosi të Bardhok Planaj, Mirjan Vitaj bëri gati molin nga ku më pas do kalonte lënda narkotike matan bregut të Velipojës. Ku Vitaj del se i raporton Tezakut me ullësi për çdo veprim që kryen. Krahas personave të mësipër, një rol kyç në transportin e lëndës narkotike, del të ketë Leonida Dimojani, që siç tham thirrej Berti. Personi që del se kishte siguruar në Maltëzi gomonen me të cilën do të kryhej transporti i drogës. Por duke qenë se ditët po kalonin dhe metoi edhe muaji shtator, kur lënda narkotike duhet kalonte me dojmos në brigjet italiane, grupi del se ishte në ngushmëri për të vepruar. Për këtë arsye, më 27 shtator 2014, Berti, në këtë rast Leonida Dimojani, kalon kufirin toksor me malin e zi dhe kthehet në rrugë detare, të herë në drejtimin e Gomones, që do të shërbente për trafikimin e lëndës narkotike. Me të mbërritur në molin e inskenuar më herët, siç rezultonte nga përgjimet ambientale, bashkëpunëtorët me në krye Planaj, i cili ndiste nga afër të gjithë operacionin, ka nisur ngarkimin e lëndës narkotike në Gomone. Dhe pa të mbrëmje, skafi i ngarkuar me drogë ka nisur lundrimin për në brigjet italiane. Por pa e ditur se çdo lëvizje e tyre ishte tashmë në monitorimin e rrept të policisë shqiptare dhe asaj kufitare italiane, që i priste në krahun tjetër. Mikel Hoxha dhe Indrit Raja në bashkëpunim me Planaj organizuan dhe mbikëqyrën takimin e mjetit lundrues që drejtohej nga Dimojani me automjetet që sollën lëndën narkotike, ndërsa Mirjan Vitaj, Alfred Syli dhe Kristian Çokaj, bashkë me persona të tjerë, ngarkuan lëndën narkotike në skaf. Me të ngarkuar drogën, Dimojani drejtoi skafin ku ndodhej lënda narkotike prej 780 kg kanabis sativa dhe u nis në lundrim me 2 persona të tjerë në bord, një prej të cilëve u identifikua si Detjon, ndërsa tjetri si Marko, një shtetas italian, ndërsa Mikeli, i cili ndërkohë mbante kontaktet me lidhjet e tij në Itali, i dha në nisje Dimojanit koordinatat gjeografike të vendit ku do të bënte dorëzimin e lëndës narkotike. Por kur pritej që skafi i ngarkuar me drogë të niste rrugtimin drejt Italisë, grupi narkotrafikantëve kanë ndërruar edhe një herë koordinatat, ku lënda narkotike do të dorëzohej në brigjet italiane. Pa filluar mirë largimin nga bregu, pjesëtarët e skafit verifikuan koordinatat e dhëna nga italianët, ku Mikel Hoxha i konstatoi se ato i përkisnin bregut italian, port, arsye për të cilat Dimojani vonoi nisjen, duke kërkuar Hoxhës dhe italianëve një pikë tjetër zbarkimi të lëndës narkotike, që rrezikonte më pak nga kapja policore në brigjet italiane. Pasi skafi mori koordinatat e duhura, grupi tjetër që ishte ende në bregun shqiptar, pasi u sigurua që puna u krye, mori rrugën e kthimit, me siguri për të nisur festën. Por festa e tyre duket se nuk zgjati shumë. Pasi 2 orë nga dalja e skafit në det, policia shqiptare, për të cilën gjykata vlerëson se në këtë rast ka kryer veprime të ngadalta, bllokoi furgonin me të cilin mbriti droga në molin e sajuar. Furgon në të cilin ndodheshin disa prej organizatorëve të këtij trafiku të lëndëve narkotike. Në orën 21:50, gati 2 orë nga momenti i daljes në breg të skafit, policia dalloi duke dalë nga bregu i detit automjetin Forestrat Toyota me ngjyrë jeshile, në të cilën udhëtonin Mikel Hoxha, Indrit Raja, Mirjan Vitaj dhe Ilir Hajdini, të cilët
u shoqëruan në ambientet e policisë vendore Shkodër për verifikim. Por vetëm disa minuta më pas në rrjetin e policisë, bien edhe dy bashkëpunëtor të tjerë. Në këtë rast, Alfred Syli dhe Kristian Çokaj. Ndërkohë që në komisariat shoqërohet edhe Bardhok Planaj, i cili u ndalua me një automjet tip furgoni bardh. 2 deri në 3 minuta më pas, forcat policore dalluan të vinte në drejtim të bregut një automjet Golf 4 me ngjyrë blu, në të cilin ishin Alfred Syli si drejtues i mjetit dhe Kristian Çokaj si pasagjer, të cilët gjithashtu u shoqëruan në komisariat. Po atë mbrëmje u shoqërua në policinë vendore Shkodër edhe persona që udhëtonin në automjetin tip furgon me ngjyrë të bardhë në dalje të Velipojës, në të cilin udhëtonin Bardhok Planaj, Gjeto Çekaj dhe Përparim Raja. Por ndërsa pjesa më e madhe e grupit të trafikantëve përfundoi atë mbrëmje në komisariatin e Shkodrës, duket se telashet më të mëdha i kishte Leonida Dimojani, i cili ndërsa ishte ende në det rrugës për në brigjet italiane, për shkak të mungesës së komunikimit me organizatorët e drogës, humbi njëkohësisht edhe koordinatat, duke u endur pa busull në det, derisa policia kufitare u vu në ndjekje të skafit të tij. I gjendur në panik, siç del më tej edhe nga dosja hetimore, kryeskafisti. Në këtë rast, Leonida Dimojani vendos ta hedhë drogën në det, pavarësisht vlerës së saj të madhe në treg, dhe thirrjeve të qypit, në këtë rast Ervis Ulos, për të mos e bërë këtë gjë, pasi aty ishin 500.000 euro mall. 24 orë pas nisjes së skafit me drogë, policia kufitare shqiptare thuhet se gjeti të hedhur në det sasinë e lëndës narkotike, që ishte destinuar drejt Italisë. Por ndërsa po bënin shoqërimin e këtyre personave në drejtorinë e policisë Shkodër, punojnësi i policisë thotë se përballë tyre erdhi një automjet tip furgon, në të cilin rezultoi se u thonte Bardhok Planaj dhe 2 persona të tjerë. Por pjesa më interesante e gjithë kësaj historie janë zbërthimi i bisedave telefonike midis grupit para dhe pas trafikimit të sasisë së lëndës narkotike. Biseda që përtetojnë rolin e Bardhok Planaj në operacionin e Vilunit. Roli i Planaj, që theksohet edhe nga disa biseda të përgjuara në komisariat, në përgjimet mes të shoqëruarve, siç është edhe ky përgjim midis Alfred Sylit dhe Kristian Çokaj, ku ata i drejtojnë Bardhok Planajt si shefi. Atje ishte Bardhoku atje sipër, pa pranga? Kush? Bardhoku si shef? Ikën tha u arratisën se ka shkun zdigja. I kanë kap tha? Jo mor i thash. Kanë kenë me Forestrat dhe Karnik. Sa të shkathët janë mor? Por ndërsa Mikel Hoxha, si organizatori kryesor i këtij trafiku droge dhe bashkëpunëtorët e tij, Indrit Raja apo Ervis Ulo dhe të tjerë, u munduan të fshinin përgjegjësinë e tyre në këtë trafik të lëndëve narkotike, duke marrë dënimet përkatëse nga gjykata e krimeve të rënda që i jeti fajtor. Bardhok Planaj mundi t'i shpëtonte jo vetëm dënimit, por edhe arrestimit. Sipas një dokumenti të publikuar nga gazetari Flamur Vezaj, rezulton se Planaj i shpëtoi në atë kohë prangave pasi u fsheh në makinën e deputetit Mark Froku. Sipas një raporti të shërbimit policor të gjurmimit në sektorin e narkotrafikut, të cilët e kishin në survejim Planajn, ky i fundit mundi t'i shpëtoi arrestimit, pasi lëvizi nga lokal Antika në Tiranë drejt Leprakës, duke u fshehur në makinën tip Audi të deputetit Froku. Por deputeti Froku në atë kohë e mohoi përfshirjen e tij në këtë ngjarje. Teksa duke përfituar nga imuniteti si deputeti kuvend të Shqipërisë, ai nuk lejoi kontrollin e makinës së tij nga policia. Ndërkohë që Planaj u arrestua në vitin 2018 për vepra të tjera në kundërshtim me ligjin. Por ai nuk u dënua asnjëherë për pjesëmarrjen e tij në operacionin e trafikimit të 780 kg lëndë narkotike, atë mbrëmje të 29 shtatorit 2014. Ndërsa vrasja e tij duket se mbylli një herë mirë këtë kapitull të tij me drejtësinë.